në fuqi shkelja e ligjit për qeverinë, respektivisht 26 të tij, me që nuk janë ofruar dorëheqje. Dhe unë besoj që opozita ka bërë mirë në fakt që e ka problematizuar këtë çështje për cilën ne kemi qenë duke përmendur e duke folur tash e sa jo. Por pse opozita nuk e bëri më parë paraprakisht? A ka qenë e zëshme opozita edhe para kësaj seance? Në fakt pa ta parë disa deklarime të liderëve të dy partive më të mëdha opozitare se dikush nuk mund të jetë deputet dhe kryeministër njëkohësisht. Dhe unë besoj ka qenë tërësisht dhe mbetet e pakuptim se pse është ky insistim që të mos ofrohen dorëheqjet në harmoni me procedurat standarde se si ofrohen dorëheqjet. Së dyti, pse po tentohet që qëllimisht të zvarritet procedura dhe atë duke ofruar dorëheqje kryeministri e ministra duke deklaruar se ja kemi dorëzuar letrën e dorëheqjes kryeministrit. Gjitha këto janë edhe të pasakta dhe si tilla nuk mjaftojnë. Dorëheqjet po të ishin dorëzuar me kohë që i bie një ditë para certifikimit të zgjedhjeve, ashtu siç e përcakton ligji, është dashur që të njëjtat të dorëzohen edhe KQZ-s. E mbi gjitha është dashur që të njëjtat të bëhen publike edhe në funksion të transparencës, por mbi gjitha të garantimit që evitohen situata të tilla çfarë patëm dje. Nuk mjafton që kryeministri të jap dorëheqje për 15 ministra, ata janë individ antarë të qeverisë, por duhet që secili veç e veç individualisht pra të deponohen në kuvend tashmë 15 letra tjera të dorëheqjes nga secili prej 12 ministrave të vetëvendosjes dhe 3 tjerëve nga rodhat e komuniteteve pakicë. Mirë, të marrim dhe mendimin e zotërej Kryeziut, a është në përputhje me kushtetutën mënyra e dorëheqjes kryeministrit dhe kabinetit të tij? A më dëgjoni? Po ju dëgjojmë shumë mirë. Shikoni, në momentin kur kushtetuta thotë se në momentin kur shpërndahet parlamenti, në atë moment qeveria konsiderohet e dorëhequr, për shkak se pa funksionimin e parlamentit qeveria nuk mund të funksionojë si e tillë. Në atë moment qeveria është në detyrë apo ushtrues detyrës që duhet ta quani, kështu që dhënia e dorëheqjes formale ta quaj duhet bërë në shkrim. Unë e konsideroj se dorëheqja ka qenë e vonuar pak e kryeministrit. Është dashur në momentin kur partia e parë, domethënë vetëvendosja, ka shku në parlament dhe ka bërë kontratën, ka quajtur një marrëdhënie juridike të karakterit politik, është dashur edhe ish kryeministri të thotë të nënshkruaj këtë kontratë. Përndryshe nuk ka ndonjë shkelje karakterit kushtetues apo ligjor. Çdo gjë është në rregull sipas mendimit tim, duke u bazuar në kushtetutë dhe ligjet pozitive të cilat ne i kemi. Dhe kryeministri së bashku me qeverinë duhet të vazhdojë punën si ushtrues detyre deri në momentin kur vjen kryeministri i ri dhe qeveria e re, për shkak se kanë përgjegjësi edhe kushtetuese dhe ligjore që mbesin aty. Dhe në momentin e caktuar duhet ta dorëzojnë detyrën duke raportuar kryeministrit të ri për punën e bërë gjatë këtyre viteve. A ka ndodhur diçka e tillë ndonjëherë në të kaluarën, në qeveritë e kaluara, nuk e di nëse ka ndodhur apo jo? Kjo është për herë të parë, duke pas parasysh se për herë të parë mandati 4 vjeçar ka qenë i plot, herave tjera ka qenë mandati më i ngurtë, 3 vjet, 2 vjet e gjys, por kështu veprohet në këtë drejtim për shkak se kushtetuta obligon kryeministrin në detyrë së bashku me qeveritë të mbetet në detyrë derisa të zgjedhet qeveria e re. Arsyeja kryesore ose bazike është interesi nacional kombëtar, se ka mundësi, hipotetikisht mund të them se mundohen gjërat e paparashikueshme, lufta apo do të thotë katastrofat natyrore, vis majore si e quajmë ne, dhe kështu që ata janë detyruar të mbesin në qeveri derisa të vjen qeveria e re. Mirë, meqense duhet ta lirojmë Eugenin, patjetër Eugen të lutem, sepse e di që duhet ta lirojmë paraprakisht. Jo, në fakt kam dy çështje. Së pari nuk besoj që duhet që çështjet jashtëkushtetuese edhe mbase të karakterit politik apo të fatkeqësive natyrore ti mbivendosen rregullimit institucional. Kryeministri Kurti në fakt arsyeja se pse është arneni 26 aty është që të evitohet shkelja e kushtetutës. Për bindjen time dhe ka raste në këtë drejtim, ta zëm vitin 2021, edhe pse fare s'kemi pas ligj për qeverinë,
kryeministri në atë kohë në detyrë Abdullah Hoti dhe një prej ministrave tjerë nuk kishin shkuar fare në kuvend që ta japin betimin, pa u siguruar që fillimisht e dorëzonin